bile ose ndoshta edhe problematike. На ЕНР можете и да коментирате, да оставите свој коментар. Имаат задолжение министерствата да ги соберат, да ги синтетизираат и ако не ги прифатат да одговорат зошто не ги прифаќаат. Dhe pikërisht këtu qëndron problemi, dhe më thënë në aspektin formal, ju mund t'i bëni komentaret, mirë po participimi është aty që e pam në televizion. Dhe më thënë participimi është kur disa pjesë të komunitetit, ose njerëz që janë grupe të ndryshme të interesit, apo edhe individ kanë një ide, ose kanë një dëshirë, kanë një interes dhe ai realizohet deri në fund. Në këtë rafsh, neve nuk kemi shembuj që projekte ligjore kanë ardhur nga grupe qytetarësh, ose projekte infrastrukturore të mëdha që janë në nivel nacional kanë qenë iniciativë një grupi qytetar. Gjithë kjo është më tepër procesi komentit, i konsultimit. Kjo qeveri ka më tepër sens se qeveritë e mëparshme, dhe këtë duhet ta pranoj për kritikat që vinë nga sektori jo qeveritar, ndoshta për shkak se edhe historia se si ka ardhur ky pushtet në pushtet është i tillë nëpërmjet përkrahjes të themi të sektorit civil apo të aktivizmit. Mirë po, besoj se ka shumë për të punuar. Besoj se kjo nuk është e mjaftueshme, sidomos në nivel nacional, edhe besoj se llogaridhënia ndaj qytetarit, ndaj segmenteve të ndryshme të interesit qytetar, duhet jenë në shumë nivel më qendror se që janë në këtë moment. Ambasador